Projekti përmirësimi i potencialit të turizmit kulturor nëpërmjet ndërtimit të muzeut të ri të lundrimit në Shkodër është një nga projektet kryesore që po zbatohet në hyrje të Shkodrës nga ura e vjetër e Bunës në drejtim të Kalas Rozafa. Ky investim filloi pasi përfundoi ndërtimi i molos, që është fillimi i ndryshimit të hyrjes së Shkodrës. Gërmimet e deritanishme kanë konturuar këtë projekt që shtrihet në mijëra metra katror. Muzeu i lundrimit do të shërbejë për evidentimin mijëra vjeçar të historisë së lundrimit në liçenin e Shkodrës, lumin Buna dhe Adriatik, nga ku u lidhën me portet e shumta të shteteve të botës. Është pikërisht kjo histori që do të shërbejë edhe për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit në rajonin e Shkodrës dhe më gjerë. Për këtë projekt investohen mbi 2.465.000 euro me afat përfundimi për 456 ditë. Ndërsa dy projektet e tjera që po zbatohen në këtë zonë janë rritja ofertës turistike të zonave natyrore në qarkun e Shkodrës, duke përmirësuar peizazhin dhe infrastrukturën e lidhjes, hyrja e liçenit të Shkodrës, faza 2, parku ligatinor, dhe ndërhyrja në hyrje të Shkodrës dhe rikualifikimi i bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës. Për këto dy projekte financohen mbi 5.133.000 euro dhe 479.154.000 lekë të reja. Këto dy projekte shtrihen në sipërfaqen e lulishtes së pedonales së Molos deri tek rrethrotullimi i bypassit, me afat përfundimi deri në korrik të vitit 2027. Këto investime janë siguruar nga qeveria shqiptare nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër.